E pra burra, vazhdojmë me traditën e odave Dervenit, ku mbrojmë deri në grupçinin e sotëm, ku jemi sot këta të ju, falenderojmë për mikpritjen, për njëllën. Kjo është vazhde kita odave, traditës vjetër, se ne odat i kemi kultivau për para. Oda ka kun. Që që janë prajt misafirt, darsmat janë bo në për oda e shumë sende tjera, edhe valon pak edhe trashikim gjeneratave reja. A këta, saj përket për soundër ne imi në odon të uj, ja pjallën mësusit si likotiri kësaj ode. Nga ka zonë diqka për grupçinin. Falënderit. Ju dëshiroj mirë se ardhje, shëmbet, të gjatë, dhe të vazhdonim punë ashtu me nder, të ruhet tradita jonë kombëtare. Fshati Grupçin gjendet në rrënjët e thella të malit të thatë, që përpara e ka fushën, ndërsa mbash shpinën e ruan Gramada, me një lartësi mbi detare 1200 metra. Është fshat i vjetër, fshat ku kanë qenë të parët tonë i lirë, kemi argumente të asaj kohe, kombi shqiptar, feja ka qenë çdo herë e ndryshueshme. Para asaj ka qenë katolik, pas asaj vjen musliman. Do të thotë se kombi është gjak. Gjaku nuk ndryshon. Feja është besim. Besimi njerëzit mund të besojnë cilën do feja ato, e zgjidhin ka krehin ato. Grupçini ka pas shkollë prej 1932 në Këndej, mësimet e pare janë zhvilluar në gjuhën serbo-kroate. Mësuesit e parë kanë qenë serb dhe kroat. Gjeneratat e para mësimin e kanë ndjek mësimin tërditor, do të thotë prej mëngjesit deri mbrëmje. Në drek kanë pushu, kanë hëngër drekën dhe prapë kanë vazhduar. Pas mbarimit, kapitulimit të mbretërisë serbo-kroate, luftës së dytë botërore, në 1945 Grupçini ndërton shkollë të re, edhe atë mësimi zhvillohet në gjuhën shqipe. Gjenerata e parë thonë se ja është dëshmitar i rastit, 40 nxënës ka pas në klasën e parë. Prej asaj klase ka pas nxënës edhe prej fshatrave tjera. Rogle, Qiflik, Kopaqindodh, Grupçin e tjera. Grupçini përpos kësaj shkollës është mbajt edhe mësimi i natës, kurse të natës, për ata njerëzit e rritur, pa marrë parasysh femra për burra. Dhe thotë se ka pas interesim dhe sukses. Në Grupçin përshkruhet një histori e rëndë të cilën e kanë ndjek çdo herë çdo luftë. Dhe dihet se lufta lën pasoja. Në luftë kanë marrë pjesë shumë burra të Grupçinit. Në Perënderinë Osmane, prej fshatit tonë ka pas 5 ushtarë, të cilët nuk janë kthyer më në Grupçin. Po edhe në luftën e dytë botërore, 1944-45, edhe për Grupçinit ka pas ushtarë të Partisë Komuniste, po ka pas edhe ushtarë të ballit kombëtar. Ushtarë të Perëndërisë Osmane kanë qenë vëllezërit Ferhat dhe Osmani Bishi, të cilët nuk janë kthyer. Pastaj vëllezërit Emberllah dhe Abdilmegjid Nëziri, të cilët kanë lënë trashëgimtar në fshat. Po ashtu ka qenë edhe Rasim Sherifi, edhe ai nuk ka pas trashëgimtar. Do të thotë se varet atina nuk dihet se ku gjendet. Në luftën 1944-45, prej Grupçinit ka pas ushtar në frontin e Sremit, Shukri Sinani, Rushdi Isaku, Sabit Sjadiemnin, Zekir Demiri, Halil
Aliu, Remzi Bajadini e të tjerë. Disa prej tine jenë këthirë shëndoshe mirë, për fat vetëm Shukri Sinani ajo është vrarë në luftën e Sremit, edhe vari ti gjinët ta qe. Po edhe prej tine qerve, Rushdiu dhe Atullaj kanë qenë plagosëm, kthehen shëndoshe mirë. Edhe në luftën e 2001-shit, përsëri Grupçini ka pas ushtarë. Duhet të se numërohet ato që dihet, numri i tyre ka qenë të 12. Edhe dha Zoti u jep shëndet dhe përparim. Grupçini ka pas edhe historinë e parë të vjetër. Në 1887, prej Grupçinit njihet Mehmet Grupçini, Tetovarlia, teolog, i cili ka jetu dhe vepru në Shkup. Ai ka pasur 2 dyqane, një kovaçane edhe një ka pas likur punues. Është marrë me punë dhe aktivitet. Shoqërohet me krye bashkiakun e Addis Abebës. Kryen fakultetin atje, kthehet dhe vepron përsëri në Shkup. Kur kthehet në Shkup, e ndërton teqin e parë në Shkup. Edhe ja vjen emrin e vet, e shet kitë pasunin edhe punon në teqe. Poshtë këtij kemi edhe gjenerata më të reja. Imami i nderuar Garip Bajadini, i cili kanë ndjek në besimin fetar dhe pasi krijen atë, vinë dhe vepron këtu. Por shteti komunist e dënon me 20 vjet burg. 12 vjet i krijin, qerët ja falin shteti. Dyqnet e tonë. Por pas kësaj, gjenerate, kemi edhe ndende të tjera. Osmani Bishi, 1938, gjenerate këti, e kryen shkollën e natës në Beograd. Kryen 2 fakultete, arkitekturën edhe shkencat politike, por mirët me arkitekturën. Vdes edhe ai në Gjoçë të Shkupit. Gjeneratët e reja, pastaj kemi, ja jo mu edhe disa të tjerë, por do të thonë se kemi shku pak para, po është dashë edhe pak më tepër, sipas pozite që i kemi ne dashë ndet të shkojmë më para. Dhe po, mësus të falenderojmë shumë për këtë biografi që e dha. Unë pak do të ndërlidhem me biografin që e prezentove. Ne jemi generat, apo i ka generatat e vjetra, se në bujtjet e popullit tonë. Nëse kemi generata la më të vjetra këta, më thonë se ato përjetimet që i kam përjetau si popull, te prezentova në mënyrë shumë atë gjonë dhe kështë që të falenderoj. Po që me sot, e si e mban mend shkollën të i këta? Shkollën e vjetër. Shkollën e vjetër, po. Po shkollën e vjetër unë e mërën e bile para mu që kanë gëratat, ato i mësojt e një mësos sërbë jankë. Po? Ana i mësojt e në këshëm, veqer në shkolla. Avdilazizi që është mësaun ato, veqer në shkolla, mos andaj në ahinëm, edhe atëherë mësosët të erdhën shqiptarë. Para kanë konë sërbë i ka të sërbë. Sus Milani ka konë, bëllën tema kam mësau, i pëjtë një Sus Milan. Të në mësus tjetë, shkejnë. Shkejnë ka konë, po ka konë para çlirimit e shqiptarë. Para ka konë, para Bulgarit ajo ka konë. Bulgarin bas ka arë. Dhe kiti generate e parë që ka fillau mësime shqip. Po, parat. E para. Shtash, prap ne, nëpse kthehena më të vjetër, do t'i falenderojm gjeneratët e reja. Po. Gjeneratat më të reja. Gjeneratat e reja të rinë më marë, kanë shkollën e kanë marë. Dhe i kanë marë shumë. Shkollin dhe më thonë se me një vend ku s'ka shkollë, më thonë se shumë reprezentatorës. Ne jemi popull i bujtile.
Po, Kemi vujt për lloj armiqve, deri sot, edhe sot I kemi ato vujtje, po janë nivelit matur. matur të ajo në atëherë gjithë, e në hoxha derse në ka dhujtë ato se ja ishë. Që ashtu do më thonë se edhe o gjellarët jo, ka pas një diktator ato, se shmësim se në Amerikon historia, ne imi më shumë për ngjarje të tjera këto. Po që na fi, taj si e ndajnë vetin sot, kohën tonë, ke ndret shpaja, më duket, ke kun mjeshtër I shpaja. Sa shpaja ka ndret, ja, mban mend. Si mba mente, në ka shpaja, qatë shpaja. Shumë shpaja. Spaja. Ti në Do të thotë ajo se ne, dhe më thonë se sërë shqiptarë dhe mësosë në logarit, punëtor krajt kete. E prezentove shumë erë dhe e tha para se a I lapsit në këta ka dhonë. E konë punë e lapsit, thotë në kohën e kralit, që atë shimë pak e mbajke mente atë kohën e s'kemi konë të lindët, në di thotë krali, Kara Gjorgje, kush ka Kral Petri o konë atër, po Kral Petri. Nikola Pashiqi ka konë kryeministër. Edhe e qënë Kosovë, shko shetë të gjithë patët Kosovë, se Kosovën e ka pas të uzurpau me edhe. E ka kolonizau atër kralë. Edhe vajnë, kur vajnë ka kryeministre, Pashiqi, Paskarpe, Presën, gjithmonë sistemet një konë tela që I kanë pret njerëzit. Dhe shëndrëllita mas që ka taj porës. Tha e Presën, I bojnë muhabet, nderq, sajgi, këthet. Gjithë kishtë atë në Kosovë, këtë në regullo kralë të të ishte, s'kishë përgjo, këtë bajrë ishte. A I këthet e një thotë. Më thotë, një kali me pas shumë, dhe kem kishë prau përgjigje. Një kali me pas shumë, unë kom që kryeministrë, dhe s'pa e marrë vesh, shko thotë se ato kanë lesë kërkojnë shkolla. Po më taj pima 2 vjetrive thotë se kone kralit kanë konë në askerët të njerëzit, po thotë krali ka konë I majrë se në dajte ka zonë, njënën tjetër, po ato mësim matë historinë asajve që desha ndërlidhën me këtë prezentimin e mësusit që e thajnë duke që e elaboroj kretat, më thonë se gjithmonë ne kemi konë të kupam, pra po. Po ma shumë do të mirë ne thash me punë tuja. Haxhi, ta I dërvenit mesëm, ama ma shumë për I me dërvenin e poshtë. Me dërvenin e poshtë. Me dërvenin e poshtë. Që ke për auto, me gjithë e marë. Kamionën ku pa blokat betonit ku bo, punëtore, që është të Sarajevo, Kosovë dërva, I kisha dajgjën direktare të e. Dajgjën e ka pasë? Në verën I Bukovac. Në verën, Sporto? Po, në verën. Në që është të punë. I shocion, e ka pas vajzë dajgjë ka gruja në verën, ka punau Vahiti. Vahiti, po. Vahiti, po. Këto krizitë të Bigjuretë. Po. Ato I ka shkollë. Si duket si ka konë për para si është sot, si e shërjet? Për grupqinin do të. Për grupqinin, po. Për këtë mamaj për para, ishte mi mbrojt në s'kone, s'kish. Ne të vjetërët, më shumë e lakmojmë kone e vjetërët. Po me sot thëtë, ka konë mamajrë për para. Apo, te lakmojmë këtë kone sotit. Mamajrë një të shkoa, po. Për idare të du. Për idare të maronë. Po. Shështë, këmi kaljau, shështë, po pa punë nuk ka, ndash atër, ndash taj, do të punësh. Po. Po una, shta, po ta këtesh në onën e fesa, thotë ka, ne jemi musliman, se pra do të mësu si parës, po. Thotë puna është farsë, di? Thotë namazin e ka po farsë. Tha kje pajtën, tha një, është pa, di farsë, më salë është farsë mërë. Pa isha, është të kalzeta unë, tha. Puna është farsë maj forse, pa punë, namazin e kalon në zotit, mu të bëjshë edhe kaza, mu të fa. Una është po, më thonë këta vajnë shpreje, se shqiptarën përgjithësi, pa vdërvenit poshtër, pa pesmit, katijin,
e kanë sigurau kafshatën e gojë që i thonë ta me tjerës, me punë. Me mund të e thot 400 shpaje dikun të juta që i kanë dreçki, se të më thonë e kalon takati, ta ma po. Me ndërshmëri, të më thonë se si popull në jeni ndershëm i mirë. Ndesh. Pësustaj, marëm, një ta ka dhe është e për grupçinin. Po grupçinin unë si fëmi e kom mbroj me bujqësi ma tepër, marrë me duhan, me që të gjanja. Koha, e kalomës. Unë pi 17 vjetë kom nëjës me punën e ndërtimtarisë. Kom punao ndërtimtari ka pak. Me këtë gjallin tem, kemi punao bashk, e ma vohën vetë kemi punao, dikunde rreth më lidhen, pi kohës me loq kom punao me si mjeshtër. Me bal. Loq i thonë, asaj balt i thonë, ne i thonë, a balt për qajo është. Dhe me thonë, kemi kalao e deri në këtë kohën, në 65 vjetë e ka përceva këtë me qatë po. Me qatë po, me bujqësi. Me bujqësi, pak ajo, e kemi kalao jetën qështa. Po, ma e ka konë, nuk ka konë shumë e keqe jeta, bere qëllëves. Jeta për para ka konë ma e rëndë, jeta e rëndë pa e lezeqme. E rëndë pa e lezeqme. E lezeqme, e ne shëndechme se kanë konë ma të shëndosh njerëzit. Sot ndoshta, teknologjia e bon të vetën, jeta letësau për shumë se, ka dalë teknologjia. Marë po njerëzit të janë duket ma të smunë sot sa atër, që ma të shnosh kanë konë. Po atëhere, Dashë shqimi jo konë ma. Këtë prirodë me? Po prirodë e bon vetën. Sot ne ko erdhëm këto këtë kodën e lajtë e gjepojës të shëpë që i kishë djetët. Po mali për këto knatësi është në pranverë, si të mos, pranverë të knatësi. Jash. Po të i kushe me sot kohën tonë dhe që të ka dhe shohet atë si kanë kohën për para. Foli para 50-60 vjetë. Po, do të kërë... Që edhe unë këmë konë caullat e në bëmë. Vajte akshomi i prejqin, ku do vajë një safi. Në calër shpaj do vajë një safi, e në shkoshin ma vetë atje, ju ishin pilzona. Po, ju ishin pilzona, po, këtë një me gjarbinderi kishim nejtë, me në zbejnë sallu shafshe, në bu, këjtë, që tepe ka konë të në, bëta u shafshe, e në i salë të pasakijin. Në pasakija me jasë, në jastakje më bëmë me në? Da, unë me pasakijin. Me pasakija. Me pasakijin dhe, e pushim kolorë të pasakijin, e në munja dërë të bajt dalë. Që e palë që jupte, pa me konë se ishin misafirë ato, ona ku shupte atë, nuk u dalovë të që te? Nuk u dalovë të që te këmë sajre. Këmë sajre. Në më rëndi. Jo, sajre që te në granicër do kamë. Po. Sus Shakir, e në ta je pensionist sot? Generat konë dhe. Për arsime për para, e deri kohët e fundit qërë dëgjusia, si ka konë arsimja, u këma praktikatër, a kohës fundit pa dalë pension? Diçka rreth asaj simit? Nëse nisem prej fillimit, kur kom nisë punën në 82-shin, në kohën e komunizmet. Kohën ma të shterë, ma të demonstrata. Unë në 82-shin janë me rohë në sërsimtarë, një në 84, në kohën mu të tushim. Ditarët e dushim që atër dushim 81-shin demonstrata të bo. Deshim të registrojmë ka Prishtina, u frigome në Shkupat e Rysa, shkollën e lartë, histori geografi. E i qregull. Me rovë në që ishin ditarët të shkrojmë jo me stilo lapsës, nëso për të veshme në kishim jo me farmer ka si sot, se tre pantu përës ishë, jo. Konspektet, në gjdojt jafë, ja ipshim shëndvetorit i qytet e shkolla. Bëm 2 vjetë pjetë, i shkova në Cerovë. Atje, fshatarët i thëshin zbiral një vend, dhe ishin e mësusve përdore në pritshin me jesë. E 30 vjetë i bona atje, ku bona në grupshin parë. Mirë po, të 6 vjetë të fundit, arsimi ka ratë totalisht. Unë,
Kur vite ko e dimnit, prindët theshin gullesh që mirë. Nxasit na bishin, unë do të besën, i caktojshin dit. Tash, kur vejnë punë, qëshim një qipit më vlerë. Të ma gjene mojë, me telefona si dullën, katastrofë bon. E për shqipit dullën penzion, A ina mundu me mishe me shpejt, kina shkon në konë, shkëshim cerov, merov, fshatare në nderoshin. Atë kohët e fundit, nuk kafët, këshiltarët vejshin. Krenohesh me punën që ke vonë. Krenohen, po. Kontributin që keni vonë. Kontributi, po. Fjala mësus është fjale shenjtë. Edhe në kanë mungau generata ma herët mësus. E ka dhenë djetët që kanë pas mësus edhe pisërbije, pishikmije në kanë arë, poli ma herët, po shikir që u bonë me generatat tona, i generatat tona zumë të rajtet numri arsimtarve, po fjala mësus, kur thonë e shenjtë, ka morë e shenjtë se edhe pedantria e mësus dhe ka konë qëtër si e mba me të nësi të mije. E mbas me kohë, por ato ndryshë kohë në prishala dhe vazhdojnë. Kohë kompjuterave, që dhe... E përse shkarë për ju të rridhni, po është më thonë se brumi i juj janë që këto sot që kanë brojtë që të Për 39 vjetë, di arsimtari qytet, një histori, një geografis, dole një brumë. Breti nuk ish pas fëmoj si pas. Edhe ato tha, kur vëndon ato gjenë një kësoj falgjore, se në shkon edhe i thot mbreti dhe se bepi jo të du t'i pret zdi vetë të kurban. Po, thot, qëfar njerëzit dhe e marrë shtat një të menqëm edhe një budalë. To t'i vetë i pret që edhe sebe do t'jesh po mërë dhe të mërë. Ai si mbret urdhnon ato pandurët e vetë, shkojnë i gjeni një të menqëm edhe një budalë. Kur të menqëm shkojnë e marrën një hoqë. Filon gjamoje, filon hoqë, thot. E marrën se pajse në hoqën, hajde dhe... Për budalë dhe shkojnë e marrën një qëgonë, fa me dhenë së të konë. Zheden, se Zheden i pashton në ka ju. Ate Zheden, ta kap një qëgonë, fa në marrën një mishelin, e nesër t'i presën një bojnë kurban të këtotit. Sa, maj po, ki hoxha e kishtë ditë e që bori si kishtë dhonu, se pësi i kanë marrë të këtotit. Sa hoxha e bërë, hoxha, sa di pëse në kanë prau këtë, tha. Nesër tha në shkon koka, në presën në dhe. Po pëse të s'kimi bo për gjohë, unë e di që s'po bo, ta ke bo dhe se hoxha. Jo, tha. Mund të më kanë marrë, tha, për të menshëm, tha, ato e për budalë. I tha unë dalë, që boni, tha, tha, o ti, tha, po, së një pagjet me njerëzit, tha, unë nuk jam budalë, tha, unë, tha, kom 300 copa vend. Ato, ka një keq 300 shqera, tha, e di, tha, si të unë dele, në krajele, kigji cëllës është. Në shqerat banjo. Ja, në shqerat banjo. E njënë në qëtë, tha, ta i pa më, ta në pi i menshëm, tha, ta i ke ongërës disa thau pra pi o gjës qak, pa nërë të jemë sau, tha, po përse një ka gjithë njerëzit, tha. Po që së të ka unë, tha, po marrë, tha, pash, ku me njëna i, tha, ta i të marrë, tha, orë mrat në ke marrë, tha, po, zhjena, tha, si kurban, tha, se një ka gjithë njerëzit, tha, se, kjo është që këshal, tha, unë jem qekik. Tha, po ku të marrën për të menqëm, tha, për të menqëm, tha, të shkojnë dhe mirë, tha, një shahir. Shahiri, tha, të nda që shumë dot, se ne mi marrë, na ka i kryon. Edhe gjanë një rast, e merë sharkina që të linë, e ne bon një kajnë, e kupton, e qëtë një rast kajnë, po e ilustron, këtë më thonë se, këtë ka mirë një. Për budal, tha, për budal, një avgjita sa avgjia nga rejnë, lepe që të pi matë kodër, i shkon dita së në vrap, ama jo këtë avgjit, se ka avgjit ma e që, kur del me zagare, e shtash këtë më pali, se pak e zgjata me këtë në filë, u që avdi. Ta ishtë nga ka dhish për darës më të se, që kemi pak në zanatin to, se ne kemi pas me raka to, edhe muzike, nuk kemi kohë këshin qëfar shahirë, është po. Unë
Dhe 15 vjetë, 16 vjetë, i ndalë jashtë. Në kohët e darësën, dhe kuj këmbrojnë të, ku si këmbrojnë, e në vetë për vetë i s'këm bërë darësën, e jo për tjirët të shë. Si shë darësën të, nuk jënë darës për ta. Unë e këmbrojnë që ka 3 ditë rajshë mësafirë ta. Davan qiflikit sa o da dëshit mësafiri, sherifi, bekteshi, tauti, o da bëshin për mësafirë. Davan, a ki majkë në lërë që ndi? Po, ta e otë për mësafirë për lërëce. Këtë katanë dhe shtatate dë bënë, dë lyrëm o da bëshef për që davan ndarësën në katanë. Me darë, me gjip, me lodra, me asë gjurë. Kishtë një shfarë, e në darka për shemull, darka u hafte katëndarët, pa marë gjipët, u hafte që t'i vuj kalbuat e asë shajt, si këna tonë për para, asë që t'ka zonat këtë kun, që t'e kanë hashin buk. E në dilëshin prejqin vënë misafirët, e në paroda. Mra pa shkushin, dilë të hoxha pi jacajen, me gjematin, kret, odat i vizitojte, misafirët, i nderojte, respektojte, për shemu, shamat majra kanë kondarës. Po të shatë lidhë ke fjallën me askerlëkin, e mba mend këtë din ma majrën. Asker, kur shkushin për para, i kar letër për asker, bajnë 3 hafë, 1 muaj për para, e ne nuk linte kojshin ka tanë dë njëtë për shemë që nuk të fkatë të ndarkë. E, sa në ndarkë e të une, kite une, kite une, kite une. Grishin, jo ka një. Ishte respekt, nderë, bëshin një majtësaj, familët e këtë, por nëse një mbranshë. E atë ditë kur të dole që kuja asker, të shkuja asker, filosati, kretë ka ta unë u bofte kolona njërë për sa nga këta. Te e marë grek, te për cel, te i dhonë dhe njësi për shemull, e te një dhërat volë për shemull që dite, a më gjithë ishte shumë së të tamë. Do gjoja, më shtaj, këtate për darësve të shtashme, te ju shef një shirë, shona me vetë kretë për shemull, darësve veç me thonë darësve, se te darësve nuk e bënë për viti, te e bënë për halkit. Se darës më bëtë në shpaj, për vitit e familje dhe bëjnë shpaj. Më të dhe për harë, darës më se bëjnë, aje dhe bëjnë, unë dhe për restorane. Te s'ki darës më të së shëfë kërgjonë. Po se ne përli shpaj, se nësë shpaj, o të ka sistemi shamë. Unë vetë që nuk më përqenë, për shemë, unë nuk jem 63 veti këmë bëtë të shtemë, këmë pa, më që... Po ku e dhej, po në gjithë në të këthesh, të të rejtë qëtaj, kryesorja për në respektojnë, në nderojnë, në respektojnë, nuk ka fesat dërmët viti, nuk ka për para vajnë të kombajnë këta në të na, pa mu përla këta në dërmët viti, qare në kishtë. Me panak, me darësve të boshin, për shumë më përlane pa mund që bosh, qërtafshin, boshin diçka. Këto të rejtë të qëshënë për kafe, për shemull, mahabet, qotë, nderon, të respektojnë, pak një qëfar kulturë, ka di kuvreta jo nuk e di të tje, amo dhe vaj për kërbeti, sheh jashtë, për shemë si gjithë kulturë në të ketë. Amo, për gjithësi maher, neve, babajmë kërë më thonë të modernisë, mo be birë kësha, të shabe nuk di këtë dhe, marë më mosër të karon kërë, mo be birë kësha, kitë lafeta, kitë mund të dhe në për shemë. Am di falemderës për këtë muhabet, kitë po, të sëndë dhe po shenë një kajnë, se të ke knau për para. Në përrodën, pas i prezentova të odat e vjetra. Darsë. Këm knau dhe njerë më shumë. E kështë do të ne bësh e në një kajnë, do të ne bësh. Po me gjithë zemër, me dëshirë dhe më bëj pak. Bravos. Se ka pasar të nësëm kanë nëse dinin që këndoj bilet. Këto, anë? Ja. Që mi thonë, që ti bine në më kanë bëdhe njerë, di. Amo, do mundora në temin qasa mundi, qasa dit, dhe më bëj, lafska. Për hatër dhe bëj, si ja. Shini moynana,
Në Oda janë marrë vendime e përvarimin e ndonjë njeriu, familje kur vdesës, se si do të bëhet varimi, ceremonia e varimit. Në Oda është marrë vendim edhe përshit blerjen e mallit, kur ndonjë katundar shpërnguleshte për dilt, për fshati, ato bishin një vendim se kush cilën do ta blejë. Në Oda janë marrë vendime se si do të jetë jeta e punës së fshatare. Qëse është kohë e dimrit, do të organizoheshin në pelloma se kush duhet ta mirëmbajnë rrugën, ta mirëmbajnë fshatin, t'i ndihmojnë dikush cili ka nevojë për bukë ose për shëndetin për që. Në Oda gjatë verës, ma tepër, këtu Ngrëmçin ka kalohë e Koruda, treni i vogëlit është. Janë marrë vendime se sa veta duhet të dalin të harrojnë fushën. Se njerëzit e pandërgjeshëm, dije treni i vogël ka punuar atëherë me avull, e avullit duhet zjarr, e na i zjarri ato ka pas me qëllim do njëri të regonin pleqet, thotë se me qëllim do njëni hithë një lopatë parush, edhe ato duhet që të mbrojnë atë gruvin ose atë pasurin e vetë, e kanë dojtë prej këtu deri në kufinje tje. Po në Oda janë caktuar sidomos në kohën e pranverës se kush do t'jetë prisi fshatit, po të barë, ose kush do t'jetë polak, do të rrutë, ose kush do t'jetë govadar, si i thëshin atë, janë prunë këto vendimit ose. Dijeshte, kur dhejnë të koha e pranverës me siguri atëherë, ma tepër e bëjnë ditën e Shingjergjit, thirrëshin të gjithë fshatarët, burrat, edhe binin vendime, se sot do të bëhet zgjedhja e kryesisë së fshatit. E një prej asaj vendimi ishte të propozimi edhe mirëmetimi i kësaj. E ne kemi pas kolegën tonë një kohë të gjatë që ka qenë udhëheqës, kryetari i fshatit, me ekip të veçantë. Ja fjalën me ekip bashkë. Lehteshe e keni pas? Po. Bektesh, por e ka dhati që ta në dhe sin pare, si e ke udhëheq fshatin e të kohë? Për para, ishte pak ma marë, që e kena udhëheq në 40 vjet, me këtë zotnejn, po edhe me qatë që gjë zotnej Haxhi Abdelizakin, i kom pasën një
e kina pas për kap dekra me të lija, gjitha qipin, e kun pas të natë. Edhe kështu që përpara kina kun shumë mirë. Respekt kishim, në ngjojshin, po ishte një kohë pak ma ndrejshe, pak ishte ma, si dhe tomë, se një poli Shqip, ma e... Shqip, ali Shqip, po, si polet, po, dhe polim Shqip, për i të te. E në kësha që e ka përcishim, ne i kina quë dhe po, ne kër e kina marë, si ka tanë, nuk ka pas kunisi. As të ullë, as gjonë, as kunisi, loq i matë, batak i matë, qa me të bo. Me për ne si hinëm me zëtnejnë Muzaferim të usin, edhe kada i dhitau, kretë të punë, i qenëm dhe ullë, i mbarau, i mbushëm nërë me gretë për para, nuk ishte, e mishim atë një gretë, e mishim te lifti a që, po, 79 të natërë te lifti e murëm, e ne mbushëm e regullau, e sadëm në dimenzion si duhet. Udhëm, e në u bon, u gjanau, u regullau pak masë. Me për të vona, e bon, e ne me asfalt. Po, e mbarom, e në asfalt i një bonëm. Me parët tona, këtë që këna dhonë katë ndarët, me vetë kontribut. E ne, e regullau, e bon asfaltin, njërë frek i kina pas atë asfalt që i kina pas. Po mirë kada një ka fundi, u bon kretë si duhet. E bon me struje, e bon banderet, kretë se nuk ishin. Banderet, kishtë një banderet që gjenë një nënës një drejtë që një për të. Ma larga ishin. Mësë ndë ne i burën pak dë ponë si me regë, e ne i regullau si duhet kada, të tomë se herë ta i rendi, po ku thatë e pare se me kombajnë, ku e kishim fjallën me. E me shim kombajnë, kur dhe vajnë të kaj 6 i dhajti i 7 muj, ne hinshim me kombajnë atëherë. Ma për kishim një shfarë reglë se i kishim, fushën e kishim me dikra. Po, e kishim njëra nëon e kishim grënë, qëtër nëon e kishim kalambush. E ne kishim rend, nuk ishtë hajvonat. Ne kur dhe të ipshim urdin, që i hajvon të lëshohon, ne i lëshohshim hajvon ka do të shkujnë. Vavishim atë vajnë shqip, që i dhe shkujshin këtonë të. E ne i kishim këtë punët pasë. Nuk u bofte, kur e në Poljak kina pas, kina pas Poljak, për nuk u Poljak nuk nga ka ardhaj, soundën në mision, se kina pas në Poljakin, edhe dhe prezentushim e nasi i ka që punën. E ne kina ka përcaj arif, shumë ma erë ne kina konë një ekip shumë kina përnavë. Ajo, puna juhi, e palot shma se kohë, ndoshta në sisteme e ka imponau se të keti dhe përmit bashkësisht lokale, se ne imi generat me mësullësin, i mbament edhe në këton toka, pas edhe Poljak. Edhe u shkor me drapën, thonë, për këto të rritjën kohën atë hershme pak, a për ne si me konë djeshme si mbament. Ne i kina pa dit, kita të në nuk. Puna, mala ka të ndarë që si ta thonë, si ka ne edhe ju qak ka tande, i thoshim. Po. Kresu si ka tande. E ishte një punë volontere, si thonë të ngjuhën e resët, se marsh një punë nuk u pagufshem. Jo, be angari. Angari lëk po, dikush u dashte tjetër, u dofte tjetër dikush. Atëhere ishte pak mandrisha atëhere. Kishte një qfarë, se shtash nuk o kuni sej, as nuk o në valideve. I kemi përjetau si kohë e vjetër, i kemi përjetau këtë të rritë, barëm spakon e ndaj në përmet nesh, si ka konë vjeta. Po zotni Daut. Urnova zotni Arifin. Da i ngurbet se fatje ka dhe një pjesë madhe shqiptarve i ka ndjek ngurbeti, edhe ajo është fatkecësi, thot ka do një del fatën e pi fatkecësi, se unë një fatkecësi, po na i një desh kohës fundit. Mërgata si i thonë kësot, ngurbet qarë, po ne ka ndihmau familjet se është edhe a i mundi uj pak që ne në mund të krenomi sot, përgjithësi këtë dhe në banimet shqiptare. Gjatë ke konë ngurbeta... Spari herë për shëndetje. Falemderit. E para pej se aftën si fillim jetë, pin 7 vjetë mësimin e kum pas me rak njëherë.
në basim bone pytje. Kur e sosa klasën e 8, unë e qasha, baba em s'ke kishtë mundësajnë, po e kisha një non plaka e thojte, tranku birë se vajnë baba, thojte, ne u frajkëshim. Majra më kishtë ndaje, tha, tha, gjikije, tha, pse ka anë, thash, kitë shoa këtë thash janë registrau në shkollë të mesme, thash, e ne unë thash duhet shkoj. A i se kish mundësajnë i shkret, jo që s'dojte. Shkoj e morë një thapërën, më shkëndi ka këta botë ka të një diher, rap. Tha, dhe shkojsh në shkollë, më më doq, thash, nuk shkoj në shkollë, më. E në pjatë herët e këmë, ullë, Sërbi, në Malzi, ka Bosna, në fund me një datë januri, ju mbajt një 20 vjetë shtanë të toa, si u prashu Slaveja. Në bas asaj, jeta ishte e rëndë që na qojte, na detirojte, për ka fshat bokës ku thatë parës se dohet njeri si baba kur na martojte, thojte hapsajte, se të ku martau, shtaj thojte duhet shtërngohësh. Ta mbashtit e familjen, thojte se taj thojte, sot ke kap një drejtim tjetër, si ai kamioni njerë gjë vetë mrapa e në prekolecën, kër ja ledhen në bas, ai duhet shtërngohet pak në bas jetës vetë. E që ashtë o jeta, johan, ditë në bas dite, kalohën matët, erdhen qëtaj kojina qëtam. Po e jom i knaqët në këtë jetën e soqme, me të vërtet, Zoti kitëve va mundësoft, pleqnija thoshin tjetër, pleqët për para thoshin. E kisha një baba gjisha, e thojte, o birë, thojte, kure do jetën ta kish ma të rahaqme. Të një që se sot, thojte, kur jom i rejtë knaqën, ka dohën, si dohën Jo, dhe prejtë. pleqni dohën. A i thojte, njo me babën, thojte, njo në një mohabetën e varet që ta në vesh, thojte dhe një fjallë. Rahat lëki, thojte, dohet në pleqni, o birë. Pse? Pse të leta kati. Të zemra do, ama nuk shkon. Njo apja në feja, i do, ama sun lu e pi vendi. A farapja në fej ka kon. Ajo e bije që sot të jena të falenderoshëm, e në për e vlatë që ne ka dhonë Zoti, e në krajtonët rahatlëk jo me majrë, po neve nuk na duket majrë, shtaj o Zot njeri. Po pse? Se kur e krasoj njëtën tonë si fëmij, nona e vinte një lomë që taj të muri, e në i mirë të ato teshat me arne, a? I keni mbronju, mund të mëse ke mbronjë që të ma të rejtë. Natë bajrami, natë arifje nona, qifi math e ka marrë gjelponë nona, rap. Ne ki qif, qif të bëmë, po s'kishte lombe gazi, që qatë e ka vonë poshtë në një, ato e në me atë neve në pregadetën, ne qifi math. Do kënash në ne, gjithë veshish tarnaume, një orë në qëta, një qataj, një tjetër. Në shkollë me torë pi Ameriki, laps nuk ishe qkrauj, baba qak, thojte pse ka në birë, thosha laps vë s'kom qkrauj? Ajo nenja ishtë me e gjallë, ajo në nga plak. Thojte gjika gjalli pse ka, thojte kalim, a kur i thojte kalim me mirë të vesh, laps e dhejt, e shkreti, nuk e dhejt. Trau ku baba qështë e gjaqëm qarë ishin që të ka 5 bonka, ka 2 bonka, që të paret e para atëherë. Dhe që baba dhe ta plak, unë qifi math. Shtaj sot ja e 10 miliard, 20 miliard shkon, as dhejset e nësë në qonë, o vlo. Po. Tjetër është ajo, po, shikir, Zotin nërë, Nuk, elhamdulillah. shnetën bëfalje. Po, e ju në kresori. Këko më gurbet, po, e shejana me pleqnin ka ardhë në vend tënë. Elhamdulillah. Vesh një nuk e harojnë në Sarajev, kur këtë mbajt traulli, në 6 metre fejell ishën. Po, a? 17 vjetë. No, po që ta thashe, ja, këtë sa të... Gjalliri është, a? E di qdo të atë 17 vjetë, ta kujtoj qdo kush rinjën e vetë. I madhi, zotë, domë, normal. Hejntëm në 20 cm dojtë të hejnë 7 jetë, i qeq ato cevat e vjetër. Majrë bos, së ne kishin planifikau drejt atë ta bojnë, ne a që hejnëshim 20-30 cm fejellë, në e rënë saja. Do të faleminderit shumë, po populli unë i ka përjetau ato, kretë. E Po një vërtet. sakrificë, po shikir se Zoti sot i e shëndosh në familje dhe në një ka ardhë në vend tonë, Elhamdulillah. edhe shijan pleqnin tonë. Po do të lutëm hamdi. A ka mundësoni ka në gurbeti se pjesa e madhe jetë ne që i adhurim këto, po ata gurbetçarët du një kajnë dhe. Po që shirona.
Se që do që zemër, ke gurbet e shpet, o dashni të shpica, largë e kandet, o dashni të shpica, largë e kandet. Ai pe pirobir, nona mo drejtue. Ai pe pirobir, nona mo drejtue. Do të kthehena pak te Puqa me sut, si ma I vjetër këta, di? Po, ma I vjetër në katon. Ti mësu si tha, ka dhe punën e orë, do soda ka shumë tradita tjera, po unë do foli për në raqë. O koni më gjatë Faris. Faris gjure I kanë thonë. A I pa pas, se ka pas soda I kanë thonë Oda Saibi. Ajo do Saibi o konë veç shfaqës. Të dera ishe jo. Të dera, a ishte për misafirë, vajnë kush vajnë hinta. Oda Saibi ishe. E këti më gjatë Faris e pa pas një shësh dërveni tepër. Edhe të po ma bet Odën veç e mba mend pak si callë se shkollën e kemi ndalë. Ja, I kanë dhe ndër shkollën me Gjafarit. E pajtën kanë inë tema to, ki ja bon Or Faris, a dhe gjithdo të të dërzhava jote, shtetë jote. Se ne s'kemi shijau shtetë në kjo pjesat e poshtë. Ato pak sa ka Shqipëni e madhe ku ka thonë. E për atë në kalzojshtë e mba mend ku fajni ku ka konë. Ku fajni Shqipënis. Ku fajni Shqipënis ka konë Zhelin. Zhelin. Si këshin grupqinë e kemi ndaj për para? Po, në grupqinë ma atë e dojë të mlini, ku është Fatmiri ku e ka se ja. Po, mlini që... Që atë të mlini, që atë ishte granica. Të ko ishte Bulgari, ta gjë ishte Shqipëni. Shqipëni. E atë Bulgari kishte shkijet anë në Siriqinë të dherë të rëtajta. Ajo Shqipënia nuk e lejtë e shkuja ndë. Granit, në e qeli udhën e vetë. Udhë Bulgari të thonë asu të saj lejtë. I thonë. Po, e qeli të rëna për një rebejnë, në drejtë të në Siriqinë shkujtë të shkijet. Bulgari. Sa vjetë ka zgjata, ja, din para përsishtë të? Po, ja tejet, a? 3 vjetë. 3 vjetë Shqipënia I kam bajt. 3 vjetë Shqipënia I kam bajt. Të tovën e nëse. Kure përmendën Kufini të qesë, Kufini tamam ma I thotë në Zhelin. Po reoni grupqinit ka kap deri të Vardarve. Të lumi Vardar, grupqin ka qirë. Ama reoni ka kap për granica ku ka kap? Ata e ka nda, po tamam të e ndajnë se jonë ka konë në grupqin Kufi. Ajo është e sakë,
Po Grupçin ka konë një në Vardar. Grupçin ka konë një në të qesoj, po njerëzit, me ato ndryshime që jenë bo, i kanë zaptau, i kanë shajta, ku e di, edhe parat kanë vetë ashtu. Po, se granice Bulgarit edhe Shqipërisë që ata ka konë. Bulgaria ka qenë të ne. Te shkolla joni ka pas kasanët, ka pas magazinë. Ata i ka pas shtonë, shkolla sot që është atë. Ata i ka konë në kufini. Grupçini e ka historinë e vetë. Thonë pleqet, i kom daj edhe ka prezint, i kom pas prezint, thot se, diher Grupçini është gjek nga forcat serboslave. Në luftën e parë botërore edhe në luftën e dytë botërore. Në luftën e dytë botërore është gjek ka 1918-19 atë. Kur vejnë forcat slave, luftën e parë ma para, luftën e parë botërore, është gjek, atër forcat slave vejnë pika shkupi, këndi, edhe e gjekën katundarët, largohen shkojnë ka Zhelina e suj. Mbas një kohë ato kthehen praktikisht. E në luftën e dytë përsëri e gjekën, ka 1918-19 digjet vratë katundarit. Po këtë herë vinë pikat e tonë, edhe katundarët e tirohen shkojnë anës Shkupit. Thonë se ma tepër jenë vendosë në Bardovcë. Po kur e lëshojnë fshatin, ngelin 3 veta pleshën katun. Njëni për atej në ka qenë invalid, pa kam, Mëngja Bajram, muzikant, i cili... Sakat ka punë. I cili ka punë poshtë e qenë, ku e kimi qëta shkujen që ato punëtorit, ka qenë honi. Hon do thot, sot kafe këtë pasase, ka konë në stacioni trenit. Aja taj ka ndajt, ka bo muzik, edhe dikush i ka dhonë pare, edhe më shatë ndajt. E kur vinë sërbët hinë shatë, e gjohën në Bajram, edhe e gjegën. E gjegën vorë, jo, që ati mund të shpia ima ataj. Sërbët atër e kanë gjegën. Sërbët e kanë gjegën. Jesën e 3 shpia dhe 3 katundarë. Bas një jave vejnë ato pi Bardovcë një ekipi katundarët vejnë një fshat të shohën. Kur vejnë, vetëm 3 shpajnë kanë betë. Thonë, 10 shpajnë e një kosh kalambo që i thoshin ata. Ato kanë pa gjegë. I gjojnë edhe ato pleqet të dikon qetë, edhe përsëri vazhdojnë njëta, kthejnë ato, vazhdojnë njëta dhe to se Grupçini ka pas historitë. Po historia tjetër e Grupçinit është se, mbas disa viteve, fillon shpërngulja. Shpërngulja prej fshatit, prej Grupçinit, dalin qytet, ose ka të tova, në për katon dhe... Ka rishajca shpërngulja. Vënë këtë që atër janë shpërngullit, gjithë njërëzit që kanë pas pasoni matë madhe. E në të nuk se s'kanë pas, po e shkojnë aso. Bas asaj shpërnguljes është një punë tjetër, është gurbeti. Gurbeti është plakë e rëndë. Dhe tonë se mbaj gjisma e fshatit jënë gurbet. Ju dëshiroj sukses edhe shëndet aty. Po, mu më vinë shumë keq kur dalë heci në përshat se shumë derë janë të mbedhura. Shumë shok të minë nuk jënë atë. Kur afrohem atë, më vejnë ashtë shumë më përkujton atë historinë e idhët atë. Po kisha apelaut ato shok të minë, ku veçarët, që atje ku ju të arrojnë identitetin e tyre, kombin e te, të arrojnë gjuhën e tonë të asë. Të irojnë tradita tona, të punojnë me nder edhe respekt, të nderojnë atë shtetin ku ato punojnë, që edhe ne që jemi faqebarë për ato. Dhe Zoti do të kthehet dhe Kthehen inshallah. do të kthehet dhe një. Inshallah. Se unë e këm përmendin e para, kur isha mësues atër, mi mirëshin nxënësit i qoshin një në Itali, jo në Zvicër asoj, po ala mu ma je plaga mbret, zemër, se unë karikën ataj ku isha i nxënësin në klasë, unë e lisha shprazët. Ndoshta do të veja i nxënësin do njëherë, po ka pas dhe një rast që edhe është ktheje i nxënësin. Mësues t'ule mund taj vendi asaj joja, ai vendi është jasaj, e rrëshë një në fund vitit. Ashtu. Atë karikën e shprazët, dhe e të su. Me fjallën e mësuesit, me fjallën e mësuesit dhe ngelja si apel ajo që tha
Inshallah vash Zoti na kthehen ata grupecar, thjesht më të vërtet një dhimbje madhe. E për fund vëllazër, e falenderojmë nër Nikoxherin e kësaj ode. Që u bë sebeb na keni shtat. I falenderojmë këto matë vjetrit. Faleminderit. Për mundësin tuj, keni ardhë, me mi pjesë këtu. Po dhe Zotë shpaj, Zotë edhe është bereqet, inshallah. Amen, inshallah. Ma shumë matë se sa si vjetë. Po në një parala ma shumë zë matë. Vëzët ljarëvi, a di ato si i thanë atëherë, hone raje, hone vjetër, shët një afë një qetër. Po, Pse? Po që nuk bëm qëra e po në këpënda. Nërë më të matë është. Shani